Origjina e shqiptarëve është pa diskutim një nga misteret më të vjetra dhe më magjepsëse në të gjithë historinë e Ballkanit. Nuk po flasim për diçka që shtrihet thjesht disa shekuj, por për mijëvjeçar të tërë. Është një histori e jashtëzakonshme mbijetese, gjuhe dhe identiteti në një nga udhkryqet më dinamike të botës. Në këtë analizë të thelluar, do të zbërthejmë burimet ekzistuese për të parë saktësisht se çfarë thotë shkenca dhe historia për këto rrënjë kaq të lashta. Le t'ja nisim. Pra, nga vinë shqiptarët, për t'i dhënë përgjigje kësaj, na duhet kthehemi disi në detektiv historik. Është një pyetje qindra vjeçare që kërkon të bashkojmë me kujdes copëza provash nga epoka krejt të ndryshme. Do të dëshifrojmë gjuhë të lashta dhe do të gërmojmë thellë në shtresat të qytetërimeve të hershme. Është fjalë për fjalë si një enigmë gjigante, e ndërtuar pjesë-pjesë nga historian, gjuhtar dhe arkeolog ndër dekada. Okej, le të shohim planin ton për këtë udhëtim. 1. Njohja me ilirët e lashtë. 2. Lidhja gjuhësore. 3. Dëshmitë arkeologjike. 4. Të dhënat historike dhe në fund, verdikti mbi vazhdimsinë. Pjesa e parë, njohja me ilirët e lashtë. Për të filluar zgjidhjen e këtij misteri, duhet të kthehemi shumë pas në kohë. Pikërisht tek ilirët, një grup popujsh indo-europian në Ballkanin perëndimor. Territoret e tyre shtriheshin nga brigjet e detit Adriatik e thellë brenda në kontinent. Autorët grek dhe romak na kanë lënë shënime për fise shumë specifike, si Dardanët, Ardianët, Taulandët, Liburnët dhe Dalmatët. Këta njerëz njiheshin si luftëtarë absolutisht të jashtëzakonshëm dhe detar tepër të zotë, me një kulturë dhe traditë që dallonte qartë nga fqinjet e tyre klasik. Kjo na sjell tek ajo që njihet si teoria ilire. Në thelb, ky është konsensusi më i gjerë akademik i pranuar sot. Çfarë thotë? Ajo sugjeron se shqiptarët e sotëm janë pasardhës të drejtpërdrejtë të këtyre ilirëve të lashtë, përmes një vazhdimësie të pandërprerë si etnike ashtu edhe kulturore. Për ta mbajtur në këmbë këtë urë kalimi nga antikiteti në ditët e sotme, studiuesit mbështeten në 3 shtylla kryesore provash. Le t'i shohim me radhë. Gjurma numër 1. Lidhja gjuhësore. Për gjuhëtarët, gjuha shqipe është vërtet e jashtëzakonshme. Imagjinoni një listë të lashtë, krejt të vetën, në mes të një pylli të madh. Shqipja formon një degë të sajën, plotësisht unike dhe të pavarur në pemën gjigante të gjuhëve indo-europiane. Ky izolim gjuhësore bën atë, pa diskutim, një nga gjuhët më të vjetra që ende fliten në Europë. Dhe, çfarë është më e rëndësishmja, zhvillimi i saj mendohet të ketë ndodhur tërësisht brenda Ballkanit perëndimor. Kjo e përforcon fuqishëm idenë e një popullsie autoktone, të formuar fiks aty ku ndodhet edhe sot. E dini çfarë ilustron këtë në mënyrë geniale? Edhe pse ilirishtja e lashtë nuk na ka mbërritur si një gjuhë plotë e shkruar, ne kemi mbetje të saj. Kemi toponime, emra lumejsh dhe mbishkrime antike që etin ngushtësisht paralelisht me shqipen moderne. Kur ekspertët krahasojnë këta emra të lashtë me të foluren e sotme, ngjashmëritë janë thjesht befasuese. Këta emra vendesh kanë dijetuar për shekuj të tërë duke u përcjell gojë më gojë nga banorët vendas. Është fjalë për fjalë një urë e pandërprer komunikimi nga njëra epokë në tjetrën. Gjurma numër 2. Zbulimi i dëshmive arkeologjike. Tani, fjalët janë në një gjë, por provat fizike e çojnë këtë në një nivel tjetër. Nga thellësitë e tokës, arkeologët kanë nxjerrë në dritë qytete të tëra ilire, kala antike, varreza masive, monedha dhe plot objekte nga jeta e përditshme kulturore. Këto nuk janë thjesht gur, janë dëshmi të pashlyeshme të një pranie fizike të njerëzve që vazhduan të jetonin, të ndërtonin dhe të organizonin jetën e tyre, po aty, brez pas brezi, pa u ndërprer. Por patjetër duhet të mbajmë parasysh dinamikën me tronditjet e mëdha gjeopolitike, Ballkani pati valë masive pushtimesh nga romakët dhe më vonë migrime slave, të cilat sollën ndryshime të jashtëzakonshme rajonale. E megjithatë, kultura e zbuluar nën tokë tregon një vazhdimsi lokale mjaft të fortë. Jeta e përditshme e vendësve në shumë territore vazhdoi. Kultura materiale vërteton qartë se popullsia lokale nuk u zëvendësua asnjëherë plotësisht dhe as nuk u shfaros nga këto lëvizje. Ata thjesht qëndruan aty. Gjurma numër 3. Gjurmimi i të dhënave historike. Që të lidhim antikitetin e largët me mesjetën, na duhet të kalojmë përmes asaj që njihet shpesh si epoka e errët e Ballkanit. Është një periudhë tranzicioni, pas rënies së Romës, ku dokumentet bëhen shumë të rralla. Por mbijetesa autoktone vazhdon disi në prapasken, derisa arrim në shekullin e 11
Dhe aty, perda e historisë së shkruar ngrihet sërish dhe shohim përmendjet e para të qarta mesjetare. Tani, ajo që është vërtet jashtëzakonisht interesante këtu është kjo fjalë, Albanoj. Kjo është një përmendje thelbësore nga shekulli i 11 e lënë nga historiani bizantin Mikea Talaeates. Pse kaq e rëndësishme? Sepse është realisht nga provat e para direkte të epokës mesjetare që flet për paraardhësit e shqiptarëve të sotëm, dhe vlen të theksohet, u referohet me një emër mjaft të ngjashëm me atë të periudhave të mëvonshme, duke i lokalizuar fiks në territoret e tyre historike. Ajo që shohim të shpaloset në këto dokumente është evolucioni i vetë emrit. Popullsia nuk u shfaq thjesht nga hiqi në Ballkan, emri i saj evoluoi gradualisht, gjë që ka shumë kuptim. Ndër shekuj termat kalojnë nga arbër, te arbëresh, pastaj alban, derisa shumë më vonë përdoret gjerësisht emërtimi i brendshëm shqiptar. Ky ndryshim natyral i emrave nëpër tekste reflekton plotësisht një popullat të gjallë, e cila thjesht po rritej dhe zhvillohej organikisht bashkë me epokën e saj. Dhe mbërrimte pjesa jon e fundit. Verdikti, fuqia e vazhdimësisë. Sigurisht, për të qenë plotësisht objektiv, duhet ta pranojmë se debati akademik asnjëherë nuk është tërësisht monolit. Krahas teorisë kryesore i lire, kemi dhe disa teori alternative në tryez. Flitet për lidhje të mundshme me trakët ose dacët, apo ide të një përzierje komplekse të popullsive të hershme ballkanike. Kemi madje edhe teorinë e lashtë pelazge, megjithëse studiuesit theksojnë se ajo mbetet kryesisht e paprovuar shkencërisht në ditët e sotme. Është thelbësore t'i dimë të gjitha këto hipoteza, për të pasur një pamje vërtet të plotë. Megjithatë, kur mbledhim bashkë gjithçka, peshori e shkencës anon fuqishim drejt një pike. Konsensusi i gjerë mbetet se shqiptarët janë një popull autokton. Ata përfaqësojnë atë vazhdimsi të thellë historike të popullsive të lashta të rajonit perëndimor. Në fund të ditës, ky është shpjegimi absolutisht më solid, i cili gërshëton më së miri fjalët, gërmimet dhe dokumentet e vjetra. Dhe të mendosh, ajo që e bën këtë analizë kaq mahnitse nuk është thjesht origjina në vetvete, por fakti i pamohueshëm i mbjetesës. Identiteti dhe trashëgimia shqiptare kanë kaluar përmes shekujsh presioni të paimagjinueshëm. Fakti që kultura mbeti gjallë pas valëve të panumërta të pushtimeve nga perandori gjigante, pas ndarjeve të dhunshme politike apo përpjekjeve për asimilim, është thjesht e jashtëzakonshme. Asgjë nga këto nuk e fshiu dot strukturën thelbësore të këtij komuniteti. Pra, thelbi i gjithë kësaj historie është ky. Identiteti i një populli nuk është kurrë thjesht një fije gjenesh a biologjie. Forca e vërtet jetësore dhe mbjetesa mbështeten plotësisht e ruajtja e vazhdueshme e gjuhës së përbashkët, e kulturës dalluese dhe asaj vedieje që u trashëgohet brezave të rinj. Është një akt i pafundëm rezistence dhe kujtese kolektive. E gjithë kjo dinamik mjera vjeçare na lë me një pyetje vërtet të rëndësishme për të ardhmen. Nëse gjuha dhe kultura janë vërtetuar ndër shekuj si mburojat e vetme, të vërtetat e një kombi, atëherë, si do t'i jap formë globalizimi modern dhe vala digjitale mbjetesës së këtyre identiteteve kaq të lashta nesër? A do të kenë ato po atë forcë qëndrese në të ardhmen si shpatën përballë stuhive të së shkuarës? Kjo mbetet sfida e vërtet për të cilën padyshim ia vlen të mendohet gjatë.